Dje në Berlin, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i dorëzoi presidentit Bill Clinton çmimin prestigjioz paqebërësi i shekullit nga World Forum. Ky moment i veçantë solli emocione të fuqishme në rikujtim të një periudhe të dhimbshme për popullin e Kosovës. Presidentja Osmani ndau me pranishmit kujtimet e marsit të vitit 1999, ku kosovarët dëgjonin në shpresë fjalimet e presidentit Clinton në radio ndërsa përballeshin me tmerrat e regjimit të Miloševićit. Ajo theksoi se fal luftës shkrimtare dhe mbështetjes në botë demokratike, sot Kosova është një shtet i lirë dhe i pavarur. Duke vlerësuar rolin e presidentit Clinton, Osmani i cilësoi mbështetjen një reflektim të vlerave amerikane të lirisë, drejtësisë dhe demokracisë. Ajo shprehu mirënjohjen e popullit të Kosovës jo vetëm për marrëveshjet e nënshkruara, por mbi të gjitha për jetët e shpëtuara, duke vënë theksin tek brezi i ri i Kosovës, i cili po rritet në paqe dhe liri. World Forum bashkoi në Berlin kampion global të demokracisë në një vend ku 35 vite më parë rënia e murit Berlinit shënoi një moment historik. Presidenti Osmani theksoi rëndësinë e mbrojtjes dhe forcimit të demokracisë. Në Kosovë demokracia nuk është thjesht një zgjedhje apo e vetë një rrugë, sepse populli i saj e di fare mirë se mungesa e saj është shkatërrim vuajtje dhe humbje jete.